Dje e kam parë edhe unë këtë gjetje të Institutit GAP, ku shihet që rreth 3.200.000 euro për vitin 2024 janë marrë me përmbarues komunës së Gjakovës për çështjet, domethënë përmbarimore dhe gjyqësore. Që nga viti 2018, komuna e Gjakovës e bën gabimin e njëjtë, sepse duke humbur mjete, domethënë vazhdimisht të buxhetit komunal. Pra, gjitha këto mjete i marrin përmbaruesit kudo që ata gjejnë mjete. Ne nuk e dim ku i marrin ata, te investimet kapitale, mallrat e shërbime, por megjithatë, një gjë që shumë neve na intereson është të dim se si komuna planifikon pastaj me ato linja buxhetore ku i merren mjetet nga përmbaruesit. Ne si lëvizje që në vitin 2018 kemi sugjeruar që komuna ta hapë, si me thonë, ta bëjë një planifikim buxhetor pikërisht për këto çështje përmbarimore, të cilat janë që një kohë të gjatë duke ndodhur. Mirë po, kjo nuk është marrë parasysh nga komuna e Gjakovës. Ne si lëvizje vetëvendosje që nga nesër do të bëjmë kërkesë për çastjen e dokumenta zyrtare, ku do të kërkojmë për secilën temë përmbarimore që të marrim informacionet, të gjitha ato informacione që duhen, domethënë hollësitë për të parë se pse ndodh në vazhdimsi një gjë e tillë në komunën tonë. Ndërsa në përgjigjen e dhënë për televizionin Syri nga Dorim Alilaj, drejtor për buxhet dhe financë në komunën e Gjakovës, thuhet: si rezultat i kontratës kolektive të nënshuar nga nivelet qendror me sindikatat, ashtu sikurse të gjitha komunat e Kosovës, edhe komuna jonë është sfiduar për shkak të tërheqjeve të vazhdueshme përmbarimore. Për hir të transparencës për opinionin publik, vlen të potencohet se validiteti i kësaj kontrate është bërë pa pyetur komunën. Ndërkaq, obligimet të cilat kanë rrjedhur nga kjo kontratë nga nivelet qendror as nuk kanë lejuar të buxhetojmë bllokat për të menaxhuar me këto obligime në aspektin financiar. Për vitin fiskal 2024, si rezultat të këtyre tërheqjeve përmbarimore, komunës së Gjakovës janë tërhequr mbi 3.2 milion euro, të evidentuara edhe në raportet financiare të komunës. Vlerë që natyrisht të dëmton buxhetin komunal dhe pengon në curin e investimeve kapitale. Përkundër kësaj, ne si komunë kemi menaxhuar dhe performuar mjaft mirë në aspektin e realizimit të hyrave dhe mbulimit të këtij hendeku tek investimet e prekura.